Nuk do ta besoni, ja çfarë i ndodh trupit, zemrës dhe trurit tuaj nëse hani 2 vezë të zjera çdo ditë. A i dini çfarë ndodh me trupin, shëndetin, trurin dhe zemrën tuaj nëse konsumoni 2 vezë të zjera çdo ditë? Shumë njerëz nuk e kanë idenë. Veza është padyshim përbërësi kryesor i një mëngjesi të shëndetshëm. Një nga mënyrat më të zakonshme të konsumit të vezës është sigurisht përgatitja e saj në formën e zjerë. Por cilat janë vlerat e vezës së zjerë dhe çfarë i ndodh organizmit, trurit, zemrës kur konsumohet në këtë formë? Sipas ekspertëve në këtë video do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i vezëve të zjera. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ju ftojmë të dëgjoni videon deri në fund dhe të lini një koment se çfarë mendimi keni për këto vlera. Vezët përmbajnë 210 mg kolesterol që zjerja konsiderohet mënyra më e sigurt për gatim, sepse yndyrrat që përdoren në skuqje rrisin kolesterolin në organizëm. Ekspertët thonë se vezët janë të mira për shëndetin dhe një i rritur mund të hajë një vezë në ditë pa u shqetësuar shumë për kolesterolin. Sipas të dhënave, ngrënia e vezëve në mëngjes si pjesë e një regjimi të kujdesshëm shëndetësor mund t'ju ndihmojë gjithashtu edhe në humbjen e kilogramëve të tepërt. Me konsumin e vezëve të zjera çdo mëngjes, ju do t'i ofroni trupit proteinë cilësore, e cila do ju ndihmojë në ndërtimin e muskujve dhe në forcimin e metabolizmit. Vezët përmbajnë proteina të plota, që do të thotë se keni të gjitha aminoacidet esenciale. Proteina ndihmon në ndërtimin e muskujve pas ushtrimeve fizike dhe rigjeneron qelizat. Konsumi i vezëve të zjera rrit ndjesinë e ngopjes, ndihmon në kontrollin e oreksit dhe në përmirësimin e peshës trupore, citon WebMed. Vezët e zjera janë të mira për shëndetin e trurit sepse do të ofrojnë kolinë. Vezët janë një nga burimet kryesore të kolinës, nutrienti më i rëndësishëm për trurin, gjithashtu edhe për sistemin tuaj nervor. Kolina tek vezët do të ndihmojë në prodhimin e neurotransmetuesit acetylkolin, i cili është thelbësor për kujtesën, gjithashtu edhe për funksionet njohëse të trurit. Konsumi i vezëve ndihmon në zhvillimin e trurit, si të rriturit ashtu dhe të vegjëlit, por ekspertët tregojnë se 1 deri në 2 vezë janë më së të këshillueshme sipas Healthline. Vezët janë të pasura gjithashtu me luteinë dhe zeakanthin. Vezët e zjera përmbajnë luteinë dhe zeakanthin, antioksidant këto, të cilët do të mbrojnë retinën dhe do të parandalojnë dëmtimet të shkaktuara nga rrezet ultraviolet dhe plakja. Këto antioksidantë do të reduktojnë riskun e prekjes nga katarakti dhe degenerimi makular, që janë problemet më të zakonshme të të moshuarit, citon Healthline. Por vezët janë shumë të mira edhe për shëndetin tuaj të trurit. Konsumi moderuar i vezëve nuk e rrit rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare, sidomos te shumica e njerëzve. Disa studime sugjerojnë se vezët nuk do të rrisin HDL-n, pra kolesterolin e mirë, i cili ndihmon në mbrojtjen e shëndetit tuaj të zemrës. Yndyrnat e shëndetshme që gjenden te veza do të përmirësojnë profilin lipidik. Sipas Healthline, konsumi 1 deri në 2 vezë të zjera çdo ditë është një mundësi shumë e mirë edhe për shëndetin tuaj të zemrës. Vezët e zjera janë të mira gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të kockave. Vezët përmbajnë vitaminën D, gjithashtu edhe fosfor, të nevojshme këto për shëndetin e kockave dhe dhëmbëve. Ndihmojnë në absorbimin e kalciumit, duke zvogëluar kështu edhe riskun për të prekur nga osteoporoza me kalimin e viteve. Sipas Healthline, përdorimi i vezëve të zjera në këtë formë do të jetë një mundësi shumë e mirë për të marrë mineralet ushqyese për shëndetin e kockave. Nëse doni të mbani nën kontroll peshën tuaj trupore, atëherë vezët e zjera janë të parat që duhet të shtoni në listën tuaj. Proteinat dhe nutrientët që gjenden te veza do të rrisin ndjeshëm ndjesinë tuaj të ngopjes. Konsumi të paktën 1 deri në 2 vezë të zjera çdo ditë do të jetë një mundësi e shkëlqyer për trupin tuaj, gjithashtu edhe për të mbajtur peshën nën kontroll. Sipas Healthline, konsumi i vezëve të zjera në këtë aspekt do të jetë një mburojë e çmuar e trupit dhe shëndetit në betejën kundër kontrollit të padëshiruar të kilogramëve të tepërt. Vezët e zjera janë një mundësi shumë e mirë për të shtuar edhe funksionet tuaja njohëse për fuqizimin e shëndetit të trurit.
Nutrienti, kolina dhe vitamina B12 të vezët do të ndihmojë gjithashtu edhe në ruajtjen dhe ndërtimin më të mirë të shëndetit tuaj të kujtesës. Ekspertët këshillojnë në konsumin e vezëve të ziera për funksionet tuaja njohëse. Konsumi i vezëve të ziera mund të kontribuojë në parandalimin e rënies së njohjes edhe të moshës. Gjithashtu, të lidhurat së bashku mund të ndikojnë në fuqizimin e kujtesës dhe parandalimin e komplikacioneve të saj. Sipas ekspertëve të Health Line, përdorimi i vezëve të ziera në dietën tuaj në këtë aspekt mund të jetë një mburojë shumë e mirë për shëndetin tuaj të trurit. Për shumicën e njerëzve, 1 deri në 2 vezë të ziera janë të sigurta dhe të shëndetshme. Ato mund t'i konsumoni të plota ose në kombinim me perime ose me një dietë të balancuar. Për shumicën e njerëzve specifik shëndetësor, këshillohet të konsultoheni me mjekun, sidomos nëse vuani nga komplikacionet e caktuara. Ekspertët cilësojnë gjithashtu se vezët e ziera janë një mburojë shumë e mirë për trurin, kujtesën, zemrën dhe sistemin kardiovaskular, sidomos nëse konsumoni 1 deri në 2 vezë çdo ditë. Vezët janë të mira gjithashtu për kontrollin më të mirë të peshës trupore dhe të metabolizmit, për shëndetin tuaj të kockave dhe sistemin tuaj imunitar. Vezët, duke u konsumuar në këtë formë, do t'japin edhe element të mirë të yndyrnave të shëndetshme. Vezët e ziera do të nxisin krijimin e yndyrnave të mira, të cilat do të ndihmojnë në ruajtjen e niveleve të kolesterolit në gjak, ndërsa ulin gjithashtu edhe rrezikun e problemeve dhe sëmundjeve në zemër. Këto yndyra të shëndetshme për shëndetin e zemrës ndikojnë gjithashtu edhe në rregullimin e insulinës në gjak e përrjedhojnë nivelin e sheqerit në gjak. Vezët e ziera natyralisht përmbajnë nivele të larta të proteinave. Organizmi ka nevojë për proteinë në forcimin e muskujve. Por mbi të gjitha, proteina ndihmon të gjitha organet të trupit të mundësojnë në një strukturë të posaçme mbrojtëse, sidomos për muret e qelizave. Vezët e ziera janë të mira për shëndetin tuaj të syve. Një nga vitaminat më të rëndësishme tek shëndeti i syve gjithashtu është vitamina A. Kjo vitamin është thelbësore për ndihmën që ofron retinës së syrit në thithjen e dritës, mbron membranën dhe ulë riskun e prekjes nga dobësimi i shikimit, gjithashtu edhe verbëria. Nëse doni kocka të forta, këshillohet të konsumoni vezët e ziera. Vezët e ziera janë të pasura gjithashtu edhe me vitaminën D, e cila është shumë e rëndësishme për të pasur kocka të forta dhe të shëndetshme. Ekspertët e cilësojnë këtë vitamin mjaft të rëndësishme për përthithjen e mineraleve të duhura për kockat. Ekspertët këshillojnë konsumin e 1 deri në 2 vezë të ziera çdo ditë, duke u kombinuar me një dietë të shëndetshme ushqyese edhe me aktivitet fizik. Veza do të kthehet në një aleat të mirë të shëndetit tuaj. Prandaj, nëse doni të përfitoni prej të mirave të saj, përfshiheni me patjetër në dietën tuaj. Vezët e ziera janë një kombinim shumë i thjeshtë i mineraleve ushqyese. Ato ndihmojnë edhe në humbjen e kilogramëve të tepërt. Vezët e ziera janë të pasura me proteina, të cilat ju ndihmojnë të ndjeheni më të ngopur për një periudhë më të gjatë, sidomos pa shtuar shumë kalori në dietën tuaj. Kjo është e dobishme për ata që dëshirojnë të humbasin në peshë, pasi ndihmon në kontrollin e oreksit. Do të forconi kockat dhe do t'i mbani ato më të shëndetshme. Proteinat e vezët e ziera së bashku me vitaminën D luajnë një rol të rëndësishëm për zhvillimin e forcimit të kockave. Ato ndihmojnë në forcimin e kockave, dhëmbëve dhe mbështesin rritjen e përgjithshme të tyre. Vezët janë një snak i përkryer dhe një ushqim i lehtë. Vezët e ziera janë një burim i shkëlqyer i lëndëve ushqyese, duke ofruar proteina, kalcium, hekur dhe kalium. Një paketë të vogël ushqyese e një veze të ziere do të jetë kjo: 6.3 gram proteinë mesatarisht për vezë, 25 mg kalcium, 0.595 mg hekur dhe 63 mg kalium. Këto element janë shumë të rëndësishme për shëndetin e përgjithshëm, duke mbështetur funksionet e muskujve dhe të zemrës, si dhe për të forcuar kockat dhe dhëmbët tuaj. Vezët e ziera janë të mira për shëndetin tuaj mendor. Proteina dhe kolinat e vezët e ziera janë të rëndësishme për funksionet e trurit, duke ndihmuar për të ruajtur nivelet e larta të energjisë mendore. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj
ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.